Kemi aksidentin e radhës me fatalitet, ku përpasoj ka humbur jetën një 17 vjeçar, i cili pas ditën e vonshme të së shtunës ishte duke vozitur një motociklet dhe është përplasur me një veturë të llojit Volkswagen Golf, ku si pasojë ai është lënduar rënd dhe është dërguar me urgjencë për trajtim të menjëhershëm mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, e për fat të keq, mjekët mbrëm në ora 21:30 kanë konfirmuar vdekjen e tij në këtë institucion shëndetësor. Gjithashtu, lëndime serioze kanë marrë edhe vozitësi i veturës si dhe një pasagjere, vozitësi moshës 30 vjeçare dhe pasagerja moshës 32 vjeçare. Ende nuk dihen arsyet e këtij aksidenti, por që aksidenti ka ndodhur në rrugën Besim Shala të fshatit Grashdanik, në kryqëzimin e kësaj rruge për në fshatin Atmaq, dhe përpasoj ka ndodhur ky aksident fatal për fat të keq me viktimë të radhës në Prizren, që pothuajse çdo javë po kemi nga një viktimë nga këto aksidente fatale. Trupi i të ndjerit, sipas policisë, është dërguar për autopsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore, ndërsa pritet të caktohet edhe data varrimit dhe trupi do t'ju dorëzohet familjarëve, ndërsa policia dhe organet tjera kanë iniciuar rastin e aksidentit me fatalitet. Nuk i faleminderit shumë për këto informacione dhe një ngushëllim e familjes, pra gjatë mbrëmjes pas ka ndruar jetë për njërin nga të aksidentuarit, sepse të paktën dje janë raportuar vetëm për disa të lënduar, një me lëndime të rënda. Faleminderit shumë. Viktima ka ndruar jetë, siç thash, mjekët kanë konstatuar në ora 21:30 mbrëmë. Faleminderit shumë. Ishim me Nuis Aliun, kolegun ton nga Prizreni, do të kalojmë bisedën këtu në studio dhe flasim për sport.